Komunizmi është një ideologji ekonomike dhe politike që synon një shoqëri pa klasa, ku komuniteti ose shteti zotëron të gjitha pronat dhe mjetet e prodhimit, duke eliminuar pronësinë private dhe pabarazinë në pasuri. I bazuar në veprat e Karl Marxit dhe Friedrich Engelsit, teorikisht premton barazi, por shpesh kacëzuar në sundim autoritar dhe jo efikasitete të rënda ekonomike në praktik. Parime dhe teoria themelore, qëllimi përfundimtar është një shoqëri pa shtet dhe pa klasa, ku burimet shpërndahen në bazë të nevojës. Prona private zvendësohen nga pronësia publike e prodhimit, fabrika minjare, tokë. Manifesti komunist, i shkruar në vitin 1848 nga Marxi dhe Engelsi, është teksti themelor që argumenton për një revolucion për të përmbysur kapitalizmin. Ai u përhap fillimisht në Rusi, pas revolucionit bolshevik të vitit 1917, në drejtimin e Vladimir Lenin. Më vonë, komunizmi u përhap në shumë vende të botës, përfshirë Kinën, Jugosllavinë, Vietnamin, Polonin, Rumanin, Shqipërinë e të tjerë. Megjithse premtonte barazi, në shumë vende, regjimi komunist solli kontroll të madh nga shteti, mungesë lirie dhe probleme ekonomike. Njerëzit nuk mund të shprehnin lirshëm mendimet e tyre dhe shpesh kishin frikë nga ndëshkimet politike. Ekonomia kontrollohej plotësisht nga shteti, gjë që solli mungesa produktesh dhe varfëri. Figurat të rëndësishme të komunizmit ishin Karl Marx, Josif Stalin dhe Enver Hoxha. Por çfarë solli në rënien e komunizmit? Rënia e komunizmit erdhi nga disa faktorë, si për shembull varfëria, pabarazia politike dhe pakënaqësi shoqërore. Këto faktorë suan në revolucionet demokratike të viteve 1989 të bloku lindor, edhe më vonë te shpërndarja e Bashkimit Sovjetik.